Safet Gjici, ish kryebashkiaku i Kukësit, ka fituar lirin nga burgu dhe do të vazhdojë të vuajë dënimin e mbetur në shtëpi. Sipas një raporti të Eurostat, Shqipëria renditet vendi kampion në Europë me gati gjysmën e popullsisë në varfëri. Izraeli ka shtuar sulmet në Gaza, ku vetëm gjatë natës së kaluar 100 persona kanë humbur jetën. Spitalet janë jashtë funksionit. Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Anteo. Ish kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici, është liruar nga burgu këtë të hënë dhe do të vazhdojë të vuajë pjesën e mbetur të dënimit në arrest shtëpie. Gjici u shpall fajtor dhe u dënua me 2 vite burg në vitin 2024. Ish kryetari i Bashkisë Kukës, Safet Gjici, është liruar nga burgu dhe do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit në arrest shtëpie, pasi vendimi të marrë nga gjykata e apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjici ishte dënuar me 2 vite burg më 7 shkurt 2024 nga gjykata e posaçme e shkallës së parë për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në lidhje me një video skandal të publikuar në media, ku ai shfaqej duke kryer marrëdhënie intime në ambientet e zyrës së time shtetase në Alma K. Fillimisht, SPA kishte ngritur akuza për korrupsion pasiv dhe aktiv, por gjatë shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykuesi ndryshoi akuzat. Gjici u shpall fajtor për shpërdorim detyre, ndërsa Alma K u shpall fajtore për veprën penale të prostitucionit. Përveç dënimit me burg, Gjici është ndaluar nga e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet. Shqipëria kryeson Europën për varfëri dhe përjashtim social. Sipas një raporti nga Eurostat, mbi 42% e popullsisë jeton në kushte të vështira ekonomike, përtej mesatare së rajonit dhe kontinentit. Shqipëria është vendi me përqindjen më të lartë të popullsisë në rrezik për varfërinë dhe përjashtimin social në Europë. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat, rreth 42% e popullsisë, ose mbi 1 milion qytetar, përballen me një formë të rëndë të varfërisë, çka pozicionon vendin tonë në krye të listës, përpara Romanisë dhe Turqisë. Sipas metodologjisë Eurostat, kjo kategori përfshin individ që jetojnë në familje që nuk mund të përballojnë të paktën 7 nga 13 indikatorët bazë të jetës, që përfshin pamundësinë për të paguar qiran, mbajtjen në shtëpi së ngrohtë, përballimin e pushimeve vjetore dhe blerjen e ushqimeve bazë si mishi, peshku apo ekuivalente të vegetarianëve. Në nivelin krahasues, vendet e Ballkanit Perëndimor paraqiten më mirë se Shqipëria, Malizi 34%, Maqedonia e Veriut 32.6% dhe Serbia 30%. Ndërkohë, vendet me përqindjen më të ulët të popullsisë në rrezik për varfëri janë Çekia, Slovania dhe Hollanda. Pavarësisht ritmeve pozitive të rritjes ekonomike në vend, raporti tregon se përfitimet nuk janë shpërndarë në mënyrë të barabartë në shoqërinë shqiptare, duke thelluar e ndekun me dizhvillimit ekonomik dhe mirëqenie sociale. Ekspertët e ekonomisë dhe organizatat sociale i bëjnë thirrje qeverisë që të ndërmarrë masa urgjente për mbështetjen e shtresave në nevojë dhe për të forcuar rritjen e mbrojtjes sociale. Në Lagnas, banorët kanë marrë kazmat dhe kanë dalë vetë për të rregulluar rrugën e fshatit të tyre, pasi kryebashkiaku Rakip Suli nuk kujtohet për ta. Pasi votuan për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj, banorët e Lagnasit janë kthyer problemeve të vjetra të zonës së tyre, që janë fare elementare, duke nisur që nga mungesa e rrugëve. Të harruar nga pushteti dhe vëmendja e kryebashkiakut Kipe Sulua, banorët kanë rrëmbyer kazmat dhe kanë dalë vetë për të bërë punën e ekipes. Ata shihen teksa me të gjithë forcën e tyre, presin pemët që gati kanë bllokuar rrugën, teksa me vegla rrethanore përpiqen të rafshojnë gropat e pakalueshme. Kena dalë ne banorët duke rregullu se skalohet me makina as në këmbë, shkruan denoncuesi. Ata i bëjnë thirrje bashkisë të marrë masa të menjëhershme për rregullimin e kësaj rruge, e cila është e vetmja mënyrë për lëvizjen e banorëve. Banorët e rrethinave të Kamzës her pas here ankojnë për lënien në arrest nga pushteti lokal, por kipja duket se nuk e vret mendjen. Madje ai në një rast ju përgjigj një banori që ankoi për një rrugë në Bathore. Me që më keni denoncuar të jo që, harrojeni se sa t'jem unë kryebashkiak, por t'u ashtruar atë rrugë nuk kam. Një incident ndodhi gjatë një përballje në MMA në Gjermani ku sportisti shqiptar Arjan Topallaj humbi ndjenjat në ring pas 100 goditjeve nga kundërshtari i tij irlandez, duke u nxjerrë me barel dhe duke u dërguar me urgjencë në spital. Një incident i rëndë ndodhi gjatë një përballje të MMA në BMW Park në Munich të Gjermanisë, ku sportisti shqiptar Arjan Topallja humbi ndjenjat gjatë ndeshjes me sportistin irlandez Denis Firmin-Pong. Firmin-Pong dominoi sfidën dhe mbylli ndeshjen me një knockout teknik në raundin e tretë, në sekondën e 44. Pamjet tregojnë momentin kur Topallaj nxiret nga kafazi me barel, pasi kishte pësuar rreth 100 goditje, ndërsa kishte arritur të jepte vetëm 53. Irlandezi i përkrahur nga publiku dhe duke përfituar edhe nga lodhja e kundërshtarit, mori kontrollin e ndeshjes dhe e cilësoi këtë si një fitore të madhe, duke shpërthyer në lot pas triumfit. Në deklaratën e tij emocionuese, ai tha se po pret lindjen e djalit të tij javën e ardhshme.
Ndërkohë Topalla, 26 vjeç, u dërgua menjëherë në spital për kontrolle mjekësore. Fatmirësisht, gjendja e tij raportohet të jetë e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Ish-presidenti i SBA-ve Joe Biden është diagnostifikuar me kancer agresiv të prostatës. Sëmundja është përhapur në kocka, por mjekët shpresojnë se trajtimi hormonal mund të përmirësojë gjendjen e tij shëndetësore. Ish-presidenti i SBA-ve Joe Biden është diagnostifikuar me një formë agresive të kancerit të prostatës, e cila është përhapur edhe në kocka. Kështu thuhet në një deklaratë zyrtare të zyrës së tij personale të publikuar të dielën. Sipas mjekëve, Biden, 82 vjeç, është përballur kohët e fundit me simptoma urinare të shtuara dhe pas ekzaminimeve u zbulua një nudol në prostat. Testimet konfirmuan se bëhet fjalë për një kancer me rezultat gliason 9, grupi gradës 5, që tregon një formë shumë agresive të sëmundjes. Megjithatë, lajmi i vet mjekëve është se kanceri është i ndjeshëm ndaj hormoneve, çka mundson një trajtim më të efektshëm për menaxhimin e tij. Familja e Biden është në kontakt të vazhdueshëm me mjekët për të shqyrtuar opsionet e trajtimit. Aktualisht, Biden ndodhet në shtëpinë e tij në Wilmington, Delaware, ndërsa ende nuk është bërë e ditur se në cilin institucion po trajtohet konkretisht. Kujtojmë se në muajin shkurt 2024, gjatë një kontrolli rutinë në qendrën ushtarake Walter Reed, mjekët nuk konstatuan shqetësime të reja shëndetësore, duke cilësuar atë si të aftë për detyrë. Pas largimit nga shtëpia e bardhë, Biden ka qëndruar më tepër jashtë vëmendjes publike, por së fundmi është rikthyer me disa paraqitje, përfshirë një intervistë për The View, ku mohoi zërat për përkeqësimin e gjendjes së tij mendore. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka marrë dhuratë një avion luksoz nga Katari, vlera e cili përllogaritet $400 milion. Kjo dhuratë ka ngjallur debate në Amerikë sa i përket aspektit ligjor dhe mundësisë për ndikimin e huaj në politikën vendase. Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar një avion privat luksos të Boeing 747-8, dhuratë nga familja mbretërore e Katarit, duke ngjallur kritika dhe pikpyetje për ligjshmërinë dhe ndikimin e huaj në politikën amerikane. Avioni, i vlerësuar me rreth $400 milion, është një nga më luksozët në botë dhe është dizajnuar nga firma prestigjioze franceze Alberto Pinto Cabinet. Brenda tij ndodhen ambiente mbreslonse, duke përfshirë një suite master, dhomë gjumi kryesore dhe tualet me dush personal, një dhomë për mysafirët dhe 5 kuzhina të vogla të pajisura me shërbime VIP, 2 banjo të mëdha me dush luksoz dhe 9 tualete të tjera të shpërndara në kabinë. Një zyrë personale, hapësira për takime dhe ambiente relaksi me koltuk lëkure të bardhë dhe të artë, më shumë se 40 ekran televiziv, përfshirë 10 ekran të mëdhenj. Dekor me detaje ari dhe dru të lëmuar, që të kujton ambientin e Trump Tower në Manhattan. Avioni ishte në pronësi të qeverisë së Katarit dhe përdorej për transportin e familjes mbretërore. Ai ka kapacitetet për 90 pasagjerë dhe 14 antar ekuipazhi, një autonomi fluturimi deri në 12.450 km, me një shpejtësi maksimale prej 1.062 km, më e lartë se forcat ajrore One, që janë aktualisht. Trump ka deklaruar se avioni do të shërbejë përkohësisht si Air Force One për shkak të vonesave në ndërtimin e avionëve të rinj presidencial nga Boeing, një projekt që mund të përfundojë deri në vitin 2035. Sidoqoftë, ky pallat fluturues do të pësojë një transformim të thellë për të përmbushur standardet e sigurisë presidenciale. Kompania L3 Harris Technology është kontraktuar për të pajisur avionin me sisteme të komunikimit satelitor, mbrojtje ndaj sulmeve kibernetike dhe bërthamore, si dhe përforcimin e strukturës. Për te luksit, dhurata ka hapur debatin politik dhe ligjor, pasi kushtetuta e SBA-s ndalon zyrtarët që të marrin dhurata nga shtetet të huaja pa miratimin e Kongresit. Kritikët e kanë quajtur avionin para të përgjakur nga Katari, ndërsa Trump thotë se avioni është dhuratë për qeverinë amerikane dhe më pas do të jetë pjesë e bibliotekës së tij presidenciale. Izraeli ka nisur një ofensiv të re në Gaza, kur si pasojë e bombardimeve të një nate më parë kanë humbur jetën 100 persona. Problematike paraqitet situata në spitalet e vendit, të cilat kanë dalë plotësisht jashtë funksionit. Izraeli ka nisur një ofensiv të re toksore në veri dhe në jug të Gazës, pas një vale të fuqishme bombardimesh ajrore gjatë natës që kalon pas mbi 100 persona të vdekur, sipas autoriteteve shtetërore në territorin palestinez. Sulmet kanë çuar edhe në mbylljen e spitalit të fundit funksional në veri të Gazës, në Beit Lehia. Ofensiva e re ushtarake e quajtur Qerret e Gedeonit është shoqëruar me përpjekje diplomatike për të arritur një armpushim, ndërsa negociatat pa kushte midis Hamasit dhe Izraelit kanë rifilluar në Doha të Katarit. Izraeli ka shprehur gatishmërinë për të përfunduar luftën vetëm nëse Hamasi dorëzohet, gjë që konsiderohet e pamundur nga shumë analistë.
Nga ana tjetër, një zyrtar i lartë i Hamasit ka deklaruar se grupi është gati të lirojë 7 deri në 9 pengje izraelite në këmbim të një arpushimi 60 ditor dhe lirimit të 300 të burgosurve palestinez. Ofensiva izraelite po vjen me një kosto të lartë për civilët. Më shumë se 300 persona janë vrarë dhe mbi 1000 janë plagosur nga entja, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Familje të tëra janë shuar në gjumë, përfshirë një foshnje, 2 motrat e tij të vogla dhe prindrit në kampin e të zhvendosurve në Al-Mawasi. Sistemi shëndetësor i Gazës është në prag të kolapsit. Spitali indonezian në Beit Leia, i vetmi funksional në veri, është goditur rënd dhe ndodhet jashtë funksionit. Drejtori i spitalit, Dr. Marwar Al-Sultan, tha se shpërthimet shkëputën respiratorë që mbanin pacientët gjallë dhe spitali është plotësisht i rrethuar. Spitali Al-Awad gjithashtu është dëmtuar rënd, duke mbetur pa oksigjen, energji elektrike dhe ujë. Të gjithë spitalet publike në veri të Gazës janë gjithashtu jashtë funksionit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. OKB paralajmëroi se më shumë se 2.1 milion njerëz dhe gjithë popullsia e Gazës rrezikon urinë për shkak të bllokimeve dhe zhvendosjeve masive që kanë zgjatur për më shumë se 19 muaj. Komisioneri i OKB-s për të drejtat e njerëzit, Volker Turk, e ka krahasuar ofensivën e re me spastrimin etnik, duke thënë se sulmet dhe mohimi i ndihmave humanitare tregojnë një përpjekje për të ndihmuar përparimin demografik të Gazës dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Numri i viktimave nga 7 tetori 2023 ka shkuar në mbi 53.000, shumica gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.